Ah, sa herë e pyes veten, çfarë po mbetet nga ne? Jo nga shtëpit, as nga tokat, por nga shpirti ynë shqiptar. Kur e shoh rinin me sy të shpejtë e zemër të largët, më dhem pak. Jo sepse janë keq, por sepse po harrojnë. Dhe kur një popull harron zakonet e veta, ngadalë harron edhe veten. Dikur i moshuari nuk ishte plak i lodhur. Ishte burr me peshë. Në oda, askush nuk fliste pa e dëgjuar atë më parë. Në sofër, askush nuk ulej pa ai t'i jep të shenjë. Respekti nuk ishte formalitet, ishte mënyrë jete. Ne e dinim që mosha nuk është barë, por dhuratë. Sot, shumë prej nesh i lëm të vetmuar, i heshtim, u mësojmë fëmijëve të flasin më shumë se të dëgjojnë. Por kur humbasim të moshuarit, nuk humbasim vetëm njerëzit, humbasim kujtesën. Sot, për të rregulluar diçka, duhet kontratë, avokat, nënshkrim. Por dikur, mjaftonte fjala. Fjala e dhënë. Ishte ligj. Një fjalë burrash vlente më shumë se një dokument. Sepse besa nuk jepet me fjalë, jepet me zemër. Edhe për gjëra të vogla, kur thoje do jem aty, ishe aty. Kur premtoje ndihmë, ndihmoja. Sot, besa është kthyer në fjalë që tingëllon bukur, por rrallë dhe jetojnë. Dhe kjo është plagë, jo për ligjet, por për shpirtin e një kombi që më parë nuk njihte mashtrimin. Dikur, në shtëpinë shqiptare, dera nuk kishte nevojë për zile. I huaj nuk pyetej kush je, por pritej si afër. Bukë, krit dhe zemër, kjo ishte mikpritja jonë. Edhe kur nuk kishim shumë, e ndanim gjithçka që kishim. Mysafiri flinte në shtrat, ne flinim në dysheme. Ai hante i pari, ne pastaj. Sot, shumë dyer janë mbyllur. Jemi bërë të ngarkuar, të dyshim, të lodhur nga njerëzit. Por pa mikpritje, shtëpia bëhet vetëm ndërtesë. Dhe zemra shqiptare bëhet gur. Sot kemi shtëpi më të mëdha, më të bukura, por janë të zbrazta. Sepse pa mysafir, pa zëra, pa të qeshura. Një shtëpi mund të duket e pasur, por mbetet bosh. Dikur, kur binte nata dhe pushonin punët, nuk kishte televizor, as telefon. Kishte zëra. Kishte një plak që tregonte histori të vërteta, të dhimbshme, heroike. Dhe ne, të vegjlit, i dëgjonim me sy hapur dhe zemër që rrite. Në përrëfimet e tyre mësonim kush ishim. Jo nga librat, por nga zëri që dridhej, nga sytë që ndizeshin. Sot, ata që i din këto histori nuk pyeten më. Dhe kur largohen, i marrin me vete. Por një popull që nuk dëgjon historinë e vet, është si pemë pa rënjë. Ka pas një kohë kur puna nuk ndahej me fjalë, por me veprim. Kur baba i merrte sapatën, djali ngrihej vetë. Kur nëna çonte miellin, vajza merrte ujin. Askush nuk thoshte më thuaj çfarë të bëj. Sepse e dija që të punosh bashkë ishte mënyrë për të treguar dashuri. Familja nuk bashkohej vetëm për festa, por për çdo ditë të thjeshtë, në djers, në përpjekje, në bukë të ndarë. Sot, shumë shtëpi kanë çdo gjë, teknologji, rehati, por mungon ajo që na mbante bashkë, puna që na afronte pa fjalë. Sepse dashuria e vërtetë shpesh nuk thuhet, por bëhet. Ka fjalë që vlejnë më shumë se libra. Mos e kalo lumin pa e paurën. Shtëpia pa mysafir, si ara pa shi. Shpata s'ka nevojë për fjalë, por njeriu po. Këto nuk ishin thjesht thënie, ishin mësime për ditën, për jetën, për nderin. I dëgjonin nga gjyshërit, nga nënat, nga pleqt në odë. Sot, shumë fëmijë nuk i njohin më këto fjalë të urta. Por kjo mund të ndryshojë. Mjafton që një brez të fillojë t'i thotë përsëri, në tryez, në rrugë, në bisedë. Sepse urtësia nuk vdes, vetëm flet. Dhe kur e zgjojmë, ajo na kujton kush jemi. Të gjitha këto zakone nuk janë vetëm kujtime. Janë sigurët që mbajnë urën tonë, pa to, lidhja bie. Dhe tani, dua të të pyes ty. Cilën nga këto tradita mban ende gjallë në shtëpinë tënde? Cilat nga këto fjalë ke dëgjuar nga gjyshi apo gjyshja jote? Dhe, cilat do doje të trashëgosh të fëmijët e tu? Nëse edhe ti mendon se këto vlera nuk duhen harruar, atëherë lëre një shenjë, një pëlqim, një koment, një abonim. Jo për mua, por për të mos i lënë këto fjalë të vjetra të mbesin vetëm në erë. Sepse kur kujtojmë bashkë, ruajmë një popull.